Shumica njerëzve neglizhojnë edukimin dhe përgatitjen e vajzave për një jetë të re me një burr që nuk e njeh më herët dhe nuk ja njeh karakterin dhe tiparet e tij. Ky burr do të bëhet gjatë natës dhe ditës njeriu më i rëndësishëm në jetën e saj. Kënaqësia e tij dhe respektimi i tij do të bëhet për bashkëshortën nder prej dyerve të xhenetit. Pas kësaj nuk mbetet për atë grua gjë tjetër veç se përkujdesja për 5 kohët e namazit. Ta agjërojnë 1 muaj në vit dhe të mbrojnë nderin e saj, derisa të thërritet në ditën e gjykimit dhe të zgjedh cilën nder të dëshiroj ajo prej xhenetit. Na përcjell Imam Ahmetin nga Abdurrahman ibn Aufi, i cili thot: Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ajo grua që i fal 5 kohët e namazit, agjeron Ramazanin dhe respekton burrin e saj, i thuhet hyn në xhenetin e Allahut, prej cilës derë dëshiron. Po ashtu hadithin e përcjell Ibn Hibani në Sahihun e tij, dhe Sheikh Albani thot se hadithi është i vërtetë. Për këtë shkak ajo obligohet të përgatitet me të vërtetë dhe seriozisht për martesën. Duhet të veproj, të mendoj dhe të kontribuoj rreth asaj se si të arrijë këtë shpërblim të madh, i cili ecën paralelisht dhe i përgjigjet gjithë asaj që veprojnë burrat prej nënshtrimeve, si xhihadin, namazin me xhamat dhe ditën e xumat.